Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. Fillon unifikimi i frontit opozitar në Maqedoninë e Veriut. Kuvendi qendror i Partisë Demokratike Europiane shqyrtoi mbrëm ftesën e Bashkimit Demokratik për Integrim, për sa i takon bashkimit të forcave politike në kuadër të një formacioni politik, duke konsideruar momentumin politik si të rëndësishëm sa i takon unifikimit politik sa më të madh të shqiptarëve, si dhe për të artikuluar sa më fuqishëm në kuadër të një zëri politik, sidomos pas kongresit të BDI-s, ndryshimeve të ndodhura dhe rezolutave të sjella. Kuvendi qendror i Partisë Demokratike Europiane vlerëson se duhet të jepet mundësi një bashkimi në kuadër të një partie politike që do të vazhdojë të jetë zëri kryesor i shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut. Kuvendi qendror autorizoi kryetarin e partisë për të vijuar bisedimet me kryetarin e BDI-s dhe për të gjetur formën dhe modelin më të mirë për përmbylljen e këtij procesi. Kryesia e Aleancës për Shqiptarët, Erbent Aravarit, në Republikën e Maqedonisë së Veriut vendosi një zëri të jap dorëheqjen kolektive në prag të kuvendit dhe kongresit partijak. Në njoftim thuhet se ky vendim e morë me bindjen se partia ka nevojë për freski organizative, përfshirje të kuadrove të reja dhe reforma të thella dhe gjithëpërfshirëse, të cilat do ta forcojnë dhe më tej profilin politik dhe funksionimin e brendshëm të Aleancës për Shqiptarët, si dhe reflektim mbi rezultatin zgjedhor të zgjedhjeve lokale. Drejtimin e partisë deri në mbajtjen e kuvendit dhe kongresit partijak do ta ushtrojë kryetari i Aleancës për Shqiptarët, Erbent Aravari. Ende nuk ka një marrëveshje për takimin mes liderit të BDI-s Ali Ahmeti dhe kryeministrit Histria Mickovski. Në intervistë televizive, sekretari i përgjithshëm i BDI-s Arber Ademi deklaroi se në këtë takim Ahmeti do të parashtrojë kërkesat kryesore të kongresit të BDI-s me Mickovskin për krijimin e qeverisë dhe për ligjet me shumicë të dyfisht. Këto dy propozime janë për të mirën e të gjithë qytetarëve dhe për forcimin e natyrës unitare të shtetit. Ato absolutisht burojnë nga kushtetuta. BDI nuk po heq dorë nga zgjedhjet parlamentare, por së pari duhet të ndërhyjmë në ligjin për qeverinë në mënyrë që të mos ketë përfaqësues jo legjitim të shqiptarëve, deklaroi Arber Ademi. Ndryshimet në kodin penal janë në thelb të debateve në Komisionin Kuvendor për Sistem Politik dhe Marrëdhënie mes Bashkësive. Qëllimi i ndryshimeve është ashpërsimi i politikës ndëshkuese përmes rritjes së dënimeve të caktuara për veprat penale, keqpërdorimi i pozitës zyrtare dhe autorizimit, si dhe bashkim kriminal. Pritet që në këtë qasje të veprohet dhe në pajtim me vërtetët që gjenden në raportin e Komisionit Evropian për vitin 2023 dhe sërish do të vendoset një kornizë juridike reale dhe e mirë për forcimin e luftës kundër korrupsionit. Propozim ligji përmban ndryshime të cilat janë urgjente, ndërsa kanë karakter dhe të sqarimit teknik e përmirësimit të disa dispozitave të caktuara, si kushtet e arrestit të shtëpisë, dënimi me kusht, me mbikëqyrje të mbrojtur dhe konfiskimi zgjeruar. Rajoni. Brenda disa javësh Komisioni Evropian mund të heqë masat ndaj Kosovës. Drejtori për zgjerimin Jan Kopman bëri të ditur se së bashku me pjesën e masave janë liruar mbi 400 milionë euro fonde për Kosovën. Aktualisht sipas tij po punohet në fazën e programimit dhe kontraktimit. Kjo është pak a shumë ajo që ka thënë presidentja jonë dhe ajo që po planifikojmë të bëjmë tani, si dhe ajo që në të vërtet po bëjmë në praktik, tha Jan Kopman. Komenti i drejtorit për zgjerimin erdhi në Komitetin për Politikë të Jashtme të Parlamentit Evropian lidhur me planin e rritjes për Ballkanin Perëndimor. Fillon nga zbatimi në Kosovë ligji për të huajt. Zëvendës kryeministri në detyrë i Kosovës Besnik Beslimi ka bërë të ditur se në fazën e parë të zbatimit vizitorët që hyjnë në vend kalimet kufitare do të pajisen me material informues rreth procedurave dhe rregullave specifike dhe kjo periudhë do të zgjasë deri më datën 15 mars. Qeveria e Republikës Kosovës njofton se kjo periudhë duhet të përdoret maksimalisht për të filluar me procesin e integrimit përmbajtësor të sistemit shëndetësor dhe atë të arsimit në të gjithë territorin e vendit, shkruan Besnik Beslimi në rrjetet sociale. Përfundon në rinumërimi i votave në 15 komuna në Kosovë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve njoftoi se janë rinumëruar 216 nga 914 vend votime. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve mori vendim për rinumërimin e 914 vend votimeve që i takojnë të gjitha komunave lidhur me procesin zgjedhor të 28 dhjetorit. Në 10 komuna rinumëron 100% të votave, ndërsa në 28 të tjera 10% e vend votimeve. Vendimi erdhi pas raportit të sekretariatit të KQZ se ka pasur raste të mospërputhjeve të votave për kandidatët. Ministria e Punëve të Brendshme e Serbisë ka vazhduar dhe gjatë vitit të kaluar bashkëpunimin me kompanitë ruse IT Papillon, pavarësisht faktit se kjo kompani ndodhet në sanksione të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian që nga viti 2023. Të dhënat janë bërë publike nga një ulëmtim i Radios Europa Lir. Një pjesë e pajisjeve të Papillon është financuar përmes fondeve të IPA-s të dedikuara për reformat në vendet kandidate për antarësim në Bashkimin Evropian. Zëdhënësi i komisionit, Guillaume Mersi, ka paralajmëruar se Brukseli mund të kërkojë kthimin e parave nga Serbia nëse konstatohet se fondet e Bashkimit Evropian janë përdorur në kundërshtim me rregullat dhe sanksionet evropiane.
Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. E ngarkuara me punë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë, Nancy Van Horn në përfundim të trajnimit nga FBI të hetuesve të Byros Kombëtare të Hetimit për mbikëqyrjen e analizës së celularëve, kujtoi se lufta kundër krimit të organizuar dhe trafikut të narkotikëve janë përparësi kryesore për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Van Horn nënvizoi se organizatat ndërkombëtare kriminale dhe terroriste, veçanërisht ato të angazhuara në trafikun e narkotikëve, janë kërcënimi më i madh për sigurinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në hemisferën perëndimore. Ne do të ndjekim me këmbgulje prioritetet e presidentit Trump në Shqipëri, duke forcuar institucionet që luftojnë krimin organizuar dhe trafikun e narkotikëve si SPAK, Byroja Kombëtare e Hetimit dhe Akademia e Sigurisë. Rrjetet kriminale përfshirë grupet shqiptare që bashkëpunojnë me kartelet e Amerikës Latine të përmendura nga sekretari Rubio, përbëjnë kërcënime të konsiderueshme për sigurinë dhe përparimin ekonomik të Shqipërisë përmes aktiviteteve si trafiku i drogës dhe pastrimi i parave, theksoi Van Horn. Në këtë takim i pranishëm dhe drejtuesi i strukturës posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, Klodian Brau, drejtuesi i Byros Kombëtare të Hetimit, Joni Keta, si direktori i Akademisë së Sigurisë, Ilerian Mandro. Garantimi i sigurisë ushqimore është një nga sfidat me të cilat përballet sot Shqipëria në rrugën drejt integrimit në Bashkimin Evropian. Kryeministri i Shqipërisë në takimin në mbledhjen e grupit parlamentar paralajmëroi se për shkak të vështirësive me të cilat përballet Shqipëria në këtë sektor, do të duhet kërkoj nga Bashkimi Evropian një periudhë 5 vjeçare përshtatje për anëtarësim. Për këtë Edi Rama paraqiti dhe skenaret e mundshëm të përballjes me këtë sfidë. Kryeministri sqaroi dhe pozitën e Shqipërisë përballë anëtarësimit. Sipas tij, vendi nuk ndodhet në kushtet e negocimit me kriteret e vendosura nga Unioni. Opozita në Shqipëri akuzon kryeministrin Edi Rama se ka urdhëruar hakerimin e postës elektronike të SPAK. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha në konferencën me gazetarët deklaroi se kryeministri Edi Rama është autori që ka organizuar dhe urdhëruar hakerimin e SPAK-ut. Përmes rrjeteve sociale, ish-kryeministri deklaroi se ka fakte që tregojnë rolin e kryeministrit në këtë ngjarje. Bota. Pas javëve të tëra për shkallëzimit të tensionit, zyrtarët amerikanë dhe iranian përballen në Këshillin e Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. I dërguari Shëbaz theksoi paralajmërimet kundër Republikës Islamike pavarësisht përpjekjeve të presidentit Donald Trump për të ulur tensione me dy kundërshtarëve. Shteteve të Bashkuara të Amerikës ju bashkuan disidentët iranianë në qortimin e shtypjes së përgjakshme të qeverisë ndaj protestuesve mbarkombëtar, të cilët sipas aktivistëve kanë vrarë të paktën 2677 persona, shkruan Associated Press. Colleagues, let me be clear. President Trump is a man of action, not endless talk like we see at the United Nations. Koleg, më lejoni të jemi qartë. Presidenti Trump është njeri i veprimit, jo i fjalëve të pafundme, siç shohim në Kombet e Bashkuara, i tha Këshillit ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, Mike Waltz. Formohet Këshilli i Paqes për Gazën. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump njoftoi formimin e tij duke cilësuar këtë hap si element qendror të planit amerikan për territorin palestinez. Sipas presidentit amerikan, Këshilli i Paqes do të ketë për detyrë të mbikëqyrë një komitet palestinez të përkohshëm dhe apolitik, i përbërë nga 15 teknokrat, i cili do të merret me administrimin e Gazës gjatë fazës së tranzicionit. Në një postim në platformën e tij Truth Social, Trump theksoi se si presidenti i Këshillit për Paqen ai mbështet këtë komitet kalimtar ekspertësh, i cili do të ketë mandatin për të qeverisur Gazën gjatë periudhës së saj të tranzicionit. Ky zhvillim përbën një pikë kyçe të fazës së dytë të planit amerikan për t'i dhënë fund luftës në ripin e Gazës, e cila hyri në fuqi të mërkurën. Ndërkohë, diplomati bullgar Nikolaj Mladenov, ish i dërguar i Kombeve të Bashkuara për procesin e paqes në lindjen e mesme, pritet të marrë drejtimin e operacioneve në terren të Këshillit të Paqes. Ukraina falenderoi Shqipërinë në mbështetjen që ajo i ka dhënë në luftën me Rusinë. Pas takimit me ministrin për ropën dhe punët e jashtme Elisa Spiropali, presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky shpreh mirënjohjen ndaj Shqipërisë për mbështetjen ndaj vendit të tij që nga fillimi i luftës. Zelensky tha se gjatë takimit kanë diskutuar bashkëpunimin ushtarak përfshirë prodhimin e armatimit të mbrojtjes, integrimin e Ukrainës dhe Shqipërisë në Bashkimin Evropian, një qëllim i përbashkët të dy vendeve, si dhe zhvillimin e nismës lista e kërkesave parësore për Ukrainën, duke përfshirë mundësinë e pjesëmarrjes së Shqipërisë këtë vit. Ai gjithashtu ka informuar Spiropali mbi përpjekjet diplomatike me partnerët për paqe dhe për forcimin e sanksioneve kundër Federatës Ruse, duke theksuar rëndësinë e sanksioneve për të minuar aftësinë e Rusisë për të vazhduar luftën. Ministri i Jashtme i Shqipërisë Elisa Spiropali zhvilloi dhe një konferencë përbashkët për shtyp me homologun e saj Ukrainës. Mbërrin personeli ushtarak evropian në Groenland. Disa orë pas dështimit të një takimi midis zyrtarëve amerikan, danez dhe të Groenlandës në Washington, Franca, Suedia, Gjermania dhe Norvegjia
njoftuan se do dërgojnë personel ushtarak si pjesë e një misioni zbulimi në kryeqytetin e Groenlandës. Ministria e Mbrojtjes e Gjermanisë tha se misioni zbulimit në Groenland nga disa anëtarë europianë të NATO synon të shqyrtojë mundësinë për të siguruar vendin në dritën e kërcënimeve ruse dhe kineze në Arktik. Një ekip zbulimi prej 13 trupash do të vendoset në Nuuk me ftesë të Danimarkës. Çdo nismë që na afron realisht drejt përfundimit të kësaj lufte meriton angazhimin ton, gjithsesi të jemi të qartë. Një paqe e drejtë do të thotë garanci reale sigurie. Një paqe e drejtë do të thotë kthimi në shtëpi i fëmijëve të rrëmbyer, kthimi të burgosurve, hetimi dhe ndjekja penale e krimeve të luftës dhe mbajtja e përgjegjësisë nga ana e agresorit. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.